janë identifikuar 36 shtetas, pjesëtar të grupeve të cilët të veçuar ose në grupe shisin lënë narkotike të llojeve të ndryshme në kryeqytet. Gjatë operacionit është ekzekutuar masa e sigurisë arrest në burg për 15 pjesëtar të grupit, po vijon puna për kapjen e 16 të tjerëve. Ndërkohë 5 shtetas janë vënë në pranga gjatë periudhës hetimore. Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetaseve dhe kontrollet në banesat e tyre, gjatë periudhës hetimore dhe gjatë ekzekutimit të masave të sigurisë, janë gjetur dhe sekuestruar 60 kg e 300 gram lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, 2 kg e 50 gram lëndë dyshuar narkotike kokain, 4 armë, 1 armë zjarri, pistolet dhe 3 armë gjahu, 121.000 euro, 60 milion lek, 5.000 pound, 14 celular, peshore elektronike dhe 3 automjete. 16 shtetasit e tjerë të identifikuar nga hetimet si pjesë e këtyre grupeve janë shpallur në hetim, po vijon puna për kapjen e tyre dhe për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Ndërkohë materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.